emocionet të papërshkrueshme. Pas mesh grupi Marigona, sonte përmbyllet një kapitull që filloi në 1991. Sonte është koncerti i fundit i grupit Marigona. Do shohim pak emocionet e tyre, do mundohemi të marrim pak opinionet para fillimit të koncertit, edhe pse këto janë momentet më të brishta tyre, edhe të shohim se çka do të ndodhë sot. Ndjekim kronikën. Cilat janë emocionet e kësaj note? Po me të thënë drejtën, emocione ka shumë, po peshe, na edhe jena aty të pregadit pak para koncertit. Me i testu senet edhe një herë, unë po shpresoj që sonte kena me kalu mirë, për emocione nuk po kam qef me folë, se është vështirë. Masi për emocione jo, a do me bo sonte se fa? Po provoj ma sporti, njerëzit mishti me bo se fa, mandena kur bojnë ata se fa, boj edhe unë se fa. Kur e more vendimin bashkë me grupin që erdhi koha për me bo koncertin e fundit? Valla, me thonë drejtën, ty e mendu baja ki qatë është kjo punu në që kom mendu, se unë jam qaj që kom lyp me qenë që shtët, dikon ka muji prell maj, veç jemi taku edhe unë ju kom kërku mirë kuptim, normalisht se cilje ka pas vështirë edhe unë nuk e kom pas letë. Kom prek skena, kom taku njerëz, kom taku media, kom taku producenta, kretë në krah tyne. Edhe po më vjen keq po bitiset, po nasht, kena lënë diçka të bukur. Po përmbushesh me natën e sotshme, a mendon që po përmbyllet me një nënshkrim të mirë? Po përmbyllet me diçka të bukur, po, një nënshkrim mu përmbushi jo. Kishe pas shef alo? Alo, që shjo Marigona, une jem rrit me muzikën e Marigonës, me këngët e Marigonës, edhe po ta fatin me qenë vetë antari i grupit Marigona. Keq. Ndihesh i përmbushur me përmbylljen e këtij kapitulli të Marigonës? Sa i përmbushur, sa dhe kam një dhimbshuri që po kryet me qekash, se kemi mujt me jep edhe ma shumë, po si do qoftë. E kemi mri kulmin, edhe është mirë me përfundu me kash, edhe gjithë kanë me udatë knaqën, edhe me këtë natë sonshme, edhe me komplet opusin e grupit Marigona. A u desht shumë punë e madhe për me bo një koncert të tillë? Na me thonë drejtën, ja kemi fillu në muajin nëntor, kër kemi vendosë biletat në shitje, normal që si grupi Marigona merita pak një përgatitje më të madhe dhe se cilë grup e meriton atë pjesë. Po mundohemi me bo më të mirën edhe po mundohemi me dojnë koncerte më mirë që e kemi bo deri tash. Kështu që përgatitjet të fundet veç pisha se ato para një orë, më nëna vjen që është para një orë, kështu që përpresim që apo ndodhë tash. Ja, ta s'ka kryetar, se dhe grupi realisht e përfundon epokën e veç funksionimit, dhënjes shumë adrenaline, muzike, vlere, por realisht po flasim për periudhën e vitit pas luftës, kur e kemi bërë formacione parë si pa klubeve dhe menoj që ka qenë edhe formacioni i pari fan klubeve të një grupi tjetër Kosovë që ka po grupi Marigona.